Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tërhoqi vëmendjen gjatë samitit të G7 në Francë me deklaratën e tij: "Unë jam shefi", ndërsa liderët e vendeve të industrializuara të botës diskutonin mbi sigurinë globale dhe luftën në Ukrainë. Komenti i Trump u interpretua nga vëzhguesi si një shprehje e rolit vendimtar që SBA fijon të ketë në çështjen e sigurisë ndërkombëtare dhe në përpjekjet për të dhënë fund të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Samiti i zhvilluar në Évin-les-Bains u mbyll me një deklaratë të përbashkët e liderëve të G7-s, e cila riafirmoi mbështetjen për Ukrainën dhe parashikon masa të reja ndaj Rusisë në përpjekje për të forcuar pozicionet e Kievit në çdo negociatë të ardhshme paqeje. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe aleatët e tij perëndimor synuan gjatë samitit të bindin administratën amerikane se kundër ofensiva ukrainase po jep rezultate dhe se Moska nuk duhet të ndikojë në kushtet e një marrëveshjeje. Sipas raportimeve, deklarata e përbashkët e G7-s dhe komentet e liderëve sugjerojnë se Trump mund të ketë zbutur skepticizmin e mëparshëm ndaj mbështetjes për Ukrainën. Kryeministri kanadez Mark Carney deklaroi se ka vëritur një ndryshim të qasjes së Washingtonit ndaj konfliktit. Ka pasur një ndryshim në qëndrim nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Trump. Ekziston një qëndrim më jashtëm ndaj Rusisë dhe më realist për situatën e luftës në terren, tha Carney. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse do të zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta mes Trump dhe Zelenskit, si dhe nëse administrata amerikane do të ruajë apo të lezojë sanksione ndaj eksporteve ruse të naftës. Këto zhvillime marrin rëndësi të veçantë në një moment kur Washingtoni ka avancuar paralelisht dhe në negociata me Iranin, duke rritur pritshmërinë për ndryshim nga balanca diplomatike dhe energjetike globale. Samiti i G7-s konfirmoi edhe një herë se lufta në Ukrainë mbetet në qendër të agjendës ndërkombëtare, ndërsa roli i Shteteve të Bashkuara konsiderohet vendimtar për ecurinë e çdo procesi të ardhshëm paqeje.